Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok-u do ndalemi ditën e sotme tek zhvillimet e fundit në Kosovë, ku vetë kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka paralajmëruar se Kosova do të detyrohet të mbajë zgjedhje të njëpasnjëshme parlamentare nëse partitë nuk do të arrijnë pajtueshmëri për zgjedhjen e presidentit të vendit, kur kanë mbetur më pak se një javë nga mbarimi i afatit kushtetues për këtë çështje. Dhe pikërisht për diskutuar mbi këto zhvillime ditën e sotme, kam të ftuar zotin Korab Blaga. Ju përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje, kënaqësia ime. Atëherë Korab, për ta nisur këtë temë sa i përket edhe zgjedhjes së presidentit në Kosovë, e cila tashmë po kthehet në një krizë, sa i mundshëm është realisht skenari i zgjedhjeve të përsëritura në Kosovë, dhe nga ana tjetër, a tregon kjo krizë ndoshta një dështim të gjithë sistemit politik apo është vetëm një mungesë vullneti nga ana e partive opozitare? Mendoj se janë të dyja. Në një është mungesa vullnetit të kësaj klase të degeneruar politike që është shfaqur në postë drejtuese në Kosovë. Dhe në dy është edhe sistemi i cili tashmë është në fazën e fundit të degenerimit të tij dhe nuk ka se si të sillet ndryshe një sistem dhe nuk kanë sjellje tjetër njerëz me këto nivele, qoftë intelegjence, qoftë në kuptimin që e kemi thënë disa herë dhe po detyrohem ta përsërisim, që më shumë i shërbejnë të tjerëve se sa vetë Kosovës dhe interesit shqiptarëve, janë klasë politike që rekrutohet, qoftë nga OJC-t, që është ai ndikimi i butë i shumë shërbimeve të huaja, qoftë nga biznese të lidhura po ashtu me fuqi jashtë Kosovës dhe të tjera, dhe vendimarrja kryhet në zyra private ose në zyra të tjera dhe pastaj në parlament është vetëm kjo shfaqje. Në qoftë se i referohem mungesës së vullnetit, ka studime serioze që thonë që mungesa e vullnetit politik të një personi ose të disa personave konsiderohet edhe smundje mendore. Ndërka që njerëz me smundje mendore janë të sankcionuar me ligj që të mos futen, domethënë të mos ngrihen në poste publike. Pra, unë i konsideroj të dyja, edhe mungesë e vullnetit, edhe problemi dhe sistemi që e ka Kosova. Nga ana tjetër, Korab, pse Lumir Abdixhiku dhe Bedri Hamza refuzuan ofertët e dhënë nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti? Sepse ata janë vetëm zëdhënës, janë kryetar marioneta, vendimet i merr dikush tjetër për ta, edhe ata vetëm dalin dhe i zbatojnë ato. Nuk ka shpjegues të tjetër. Partia Demokratike e Kosovës është një parti vështirë qeverishme prej zotit Hamza. Unë gjykoj që një pjesë e vendimarrjes së saj është vendimarrja atyre ish komandantëve që u katapultuan në sistemin politik, dhe është vështirë të qeverisësh me një parti e cila është formuar dhe ka këto interese nga këta njerëz të fuqishëm. Ndërsa në anën tjetër, zoti Abdixhiku, që po ashtu është një skandal vetë prezenca e tij në krye të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tek partia që e ka mbajtur për një kohë të gjatë lëvizjen kombëtare në Kosovë dhe ka artikuluar rrugën dalëse drejt lirisë dhe pavarësisë, domethënë të bie në duart e një personi të tillë që është nxjerrë në skemë nga shoqëria civile dhe ai mban domethënë qëndrime që prekin territorin e Kosovës. Domethënë shkon deri në atë nivel sa që e ka të cënueshme territorin e Republikës. Pra po flasim për një klasë politike e cila është totalisht e degeneruar, janë marioneta të dikujt tjetër dhe fatkeqësisht po përballemi domethënë me ta. Korab, a ka ende hapësirë reale për një marrëveshje apo tashmë situata është mbyllur dhe do të kemi përpara zgjedhje të reja, dhe nga ana tjetër sa reale është edhe paralajmërimi se i përket humbjes prej 10 milion eurosh nga zgjedhjet? Unë mendoj që vendi do të shkojë në zgjedhje, por tashmë kjo është faza e delegitimimit të institucioneve nga vetë drejtuesit të tyre. Armiku ka arritur me sukses të plotë të delegitimojë institucionet tona përmes kësaj klase politike
që nuk përfaqëson asgjë, vetëm se është klasë mediokre. Dhe kjo është faza kur më njerëzit nuk besojnë as në zgjedhje, as në proceset demokratike, nuk i besojnë madje as vetë demokracisë. Çfarë kuptimi ka të shkohet në zgjedhje të cilat nuk prodhojnë asnjë zgjidhje për Kosovën, vetëm që të harxhohen miliona të buxhetit dhe të përfshihet edhe popullata në skandalet e këtyre njerëzve të marrë. Më thënë, unë nuk shoh ndonjë zgjidhje të mirë edhe në qoftë se zgjedhet presidenti, dhe ky është ai problemi kryesor. Ndërsa sa i përket asaj se a mund të kemi një zgjidhje, po këto gjithmonë ka zgjidhje në momente delikate, mirë po nuk vjen nga rotacioni mes njerëzve të njëjtë, nuk vjen nga ndrimi i pushtetit të një parti në partinë tjetër kur mendësia është e njëjtë dhe kur idetë janë të njëjta, dhe nuk vjen sidomos për shkak të konceptimit të komplet shtetit si organizat për të cilës duhet të përfitohet ekonomikisht. Prandaj, domethënë, është i konceptuar ky shtet dhe të gjitha organizatat e saj si vende pune, dhe ne kemi ndërtuar një shtet ku gara është për vende pune e jo për ide dhe të tjera. Prandaj kemi degenerimi shkon deri në atë mos sa ai që do të bëhet në asamblet komunale, në pushtetin lokal, ju kërkon popullit një votë sepse dua të kemi një vend pune. E tillë është ngjarja edhe në parlament, domethënë kam nevojë njerëz për vende pune dhe konkurrojnë që të bëhen deputet, larg të qenë tribun, larg të prezantuarit të ideve, larg nga betejat për të drejtat e popullit, larg nga idetë që kombi shqiptar ka nevojë të shtrojë, dhe tashmë parlamenti nga një institucion republikan është kthyer në një cirk ku defilojnë njerëzit më të madh që ka Kosova. I keni parë diskutimet e javës të fundit, të gjitha diskutimet skandaloze, por të gjitha të vërteta. Ata që i thonë për opozitën që janë të lidhur me oligark dhe me firma të dyshimta, të gjitha janë të vërteta. Edhe kundërshtimet e opozitës për lidhjen e pushtetit, një segmentit pushtetit aktual, po ashtu me firma të dyshimta që nuk i zbatojnë mirë ligjet dhe abuzojnë me tender me para publike, po ashtu është të vërtet. Domethënë publiku i Kosovës ndjek polemikën mes njerëzve që i shkaktojnë dëm vendit, pa marrë parasysh se në cilën grupacion politik ekzistojnë. Pra jemi në shkallën e fundit degenerimit dhe nuk shoh që mund të zgjidhet përmes këtyre njerëzve, por ka një zgjidhje tjetër që don pak kohë, por mendoj që po krijohen kushtet dhe po ndihmohet vetë budallakia e këtyre personave, po shërben si katalizator për disa ndryshime që të duhet të ndodhin patjetër. Mirë, kërap nga ana tjetër, në një kohë kur e gjithë shoqëria shqiptare tashmë përballet me sfida të thella identitare, institucionale dhe morale, unë do të ndalesha tek vepra juaj, pra Shqiptari përballë rënimit, e cila vjen si një thirrje e fuqishme për reflektim dhe zim kombëtar nga ana tjetër, dhe ky libër nuk është thjesht një analizë politike apo një kritike të tranzicionit, por nga ana tjetër një manifestim intelektual që depërton në thelbin e krizës shqiptare, duke trajtuar atë si një fenomen të strukturuar dhe jo të rastësishëm. Kora fillimisht uroj suksese dhe nga ana tjetër, çfarë përmban, cili është objektivi i gjithë këtij libri? Libri është një zë i cili nuk është konformist me të keqen. Është një zë që i fton shqiptarët të bëjnë një rentgen të gjendjes aktuale, u asarën me fjalët e popullit, të vërtetat që ekzistojnë, të vërtetat që tashmë të gjithë i dinë. Është vetëm ndoshta një guxim intelektual që ato që populli i di t'i themi për ta, qoftë publikisht përmes videove, nëpër mjetet e informimit, qoftë edhe përmes librit. Nuk janë gjëra, nuk janë shpike, nuk ka fjalë të cilat si themi janë shpike moderne ose diçka, po janë fjalët dhe ajo ura lidhse mes atij projekti që shqiptarët e ndalën në gjysmë, projekti i bashkimit kombëtar, dhe devijimi, domethënë, për të marrë, për të garuar pas pasurimit të paligjshëm përmes veprimtarive të cilat në fakt të gjitha veprimtaritë që i bën shqiptarët
shkojnë në dëm të interesit kombëtar, për aq kohë sa ata nuk punojnë drejt bashkimit të tyre në një shtet siç e kanë të gjitha kombët e qytetëruara. Prandaj domethënë lindi nevoja për një libër të tillë që vjen në një kohë kur shoqëria shqiptare është vërtet buzë kolapsit. Ne kemi pasur një klasë politike aq antikombëtare sa kanë qenë në gjendje ta trajtojnë luftën e shqiptarëve për liri, e kanë trajtuar gjakun e vëllezërve të tyre, i kanë prekur territorët e Kosovës për hir të qëndrimit të tyre në postet politike ku ishin, kojnë deri aty sa e dërgojnë vendin mëm të bëhet problematik për sigurinë kombëtare të Kosovës, bie Tirana zyrtare në një pushtet antikombëtar dhe hapur, domethënë cënon sigurinë e Kosovës, mendësia, mentaliteti, puna, veprimtaria e kryeministrit aktual të Shqipërisë. Kemi një tradhtim dhe një degenerim të gjakut të derdhur të shqiptarëve në luftën e Maqedonisë. Politikanë të pandërgjeshëm dhe lider mediokër e derdhen gjakun e djemve më të mirë në ushtrinë çlirimtare kombëtare për të fituar disa të drejta, të cilat përsëri janë në dorën e maqedonëve, se kur duan ata i japin dhe kur duan i ndalin. Dhe tani 24 vite pas luftës së 2001-shit, detyrohen studentët shqiptarë të dalin përsëri në protesta për gjuhën shqipe. Të gjitha ato kombit shqiptar i kanë ndodhur për shkak të elitës që u vetë projektua si elitë kombëtare, ndërsa në fakt u shërbeu më tepër të huajve dhe armiqve të kombit shqiptar se sa neve, dhe ne jemi buzë një kolapsi ku nuk flitet për integrimin shqiptar, nuk flitet për punët e përbashkëta dhe detyrat objektiva dhe misionin historik që e ka populli jonë dhe kombi jonë, por jemi të hutuar dhe po hutemi në ciklin e krizës gjeopolitike dhe të pasigurisë së kontinentit si një komb më së paku i armatosur, më i përqarë dhe me një vendimarrje e cila në aspektin shkencor konsiderohet vendimarrje e stilit ose e modelit të gjashtë të luftës, ku armiqt nuk pretendojnë pushtim territorial, vrasje, pastrime etnike, sepse këto kanë koste të mëdha edhe për ta, por marrin pushtetin, instalojnë pushtet dhe ky pushtet u shërben me vendimarrje atyre. Kemi veprime nga më të çuditshmet, nga më të rrezikshmet, më thonë prej atyre që duan të falin krimet Serbisë, 4 gjenocidet që i ka bërë ndaj popullit shqiptar, duan të falin masakrat që i bëri Serbia, i relativizojnë krimet që i bëri Serbia dhe i bën armiqtë tjerë bashkë me Serbinë ndaj shqiptarëve. Shkuan deri në atë nivel që ata propozuan publikisht tavolinë suedeze që tu hapim serbëve gjithçka që ata kërkojnë, thua që ne jemi fajtor për 150 vitet e fundit dhe domethënë ish kaktuan populli shqiptar edhe atë tragjedinë që nuk arriti armiku t'ia shkaktonte, që në vitin 48 në Kosovë ishin përafërsisht 450.000 banorë, ndërsa në Republikën e Shqipërisë, në atë Shqipërinë e pas luftës dytë botërore, më pak se 1 milion banorë, dhe deri në vitin 81 Kosova u bën me 1.1 milion banorë, domethënë banorë shqiptarë, dhe Shqipëria e mbriu numrin prej rreth 4 milionëve. Dhe këta e morën Shqipërinë, i morën dy vendet tona me një popullat prej 6 milion banorësh dhe e kthyen në 2 shtete që nuk janë më shumë se 3 milion brenda këtu, dhe ja shkaktuan atë tragjedinë më të madhe të cilën armiku me projekte dhe me elaborate, me ushtri, me akademi, me kishat e tyre, duke i ndihmuar edhe superfuqia e këtyre shekujve, Rusia nuk arritën t'ia bëjnë popullit shqiptar këtë, pra u arrit përmes si themi, përmes bijve tanë, përmes politikanëve tanë mediokër. Për këtë arsye unë shkrova fjalët të cilat populli i di dhe ua bëra një rentgen në shkrim me shkronja të qarta në një vepër që është konfrontuese,
një vepër që nuk ka kompromis, që nuk i intereson se kush është fajtori, por e fut në studim pikërisht fajtorin dhe sulmon të gjitha institucionet të cilat nuk janë më institucione republikane, por janë institucione, domethënë, ku këta e mbajnë popullin tonë në pazhvillim. Ndërkohë që të gjithë të tjerët ecin në rrugën e shtetërimit të zhvillimit, ndërtojnë struktura të sigurisë të qëndrueshme, ndërsa ne kemi dy shtete të cilat në momentin e parë të krizës do të dridhen këmbët. Korab, në vizionin tuaj, historia nuk shpëtohet nga shumica, por nga një pakicë e vetëdijshme. Pra, ku i shihni sot këta pak të zgjedhur? A janë këta në institucione, në diaspora, apo si zëra të izoluar që ende nuk janë bashkuar? Dhe nga ana tjetër, a mendoni se vërtet ky libër mund të shërbejë si një shkëndijë zjarri ose zgjimi për shoqërinë shqiptare, apo jemi ende në atë fazën të thellë të gjumit, do ta quaja shoqëror, por edhe politik nga ana tjetër? Elita patriotike e kombit shqiptar është e anashkaluar nga vendimarrja, është e anatemuar, është sulmuar, është detyruar të punojë punë fizike, nuk është lënë as në drejtimet, as në media ku krijohet opinioni publik, as tek literatura që e mbështesin dy shtetet tona, ministritë tona, financojnë libra të mediokërve, ndërkohë që mendimet e patriotëve dhe atyre që japin zgjidhje të duhura nuk ndihmohen. Zëri i elitës kombëtare është i heshtur, një pjesë e tyre janë lodhur, një pjesë e tyre janë kërcënuar dhe një pjesë e tyre, domethënë, kanë zgjedhur të presin, si themi, një hap të dikujt që është i vërtet për të bashkangjitur, sepse ata e dinë ata e ndjejnë dhe e dinë përgjegjësinë dhe e dinë në cilat rreshta duhet të jenë. Zakonisht janë të mërguar, janë jashtë vendimarrjes, nuk janë në gjykata, nuk janë në institucionet e policisë, nuk janë në postë drejtuese të ushtrisë, nuk janë në shërbimet inteligjente të dy shteteve tona, shërbime të cilat nganjëherë ngjajnë sikur janë jo për detyrat e vërteta që i kanë, por më tepër për të rehatuar, për t'i futur në punë eksponent dhe bashkëpartijak ose njerëz që kanë nevojë për vende pune. Patriotët nuk janë në të konceptet që e ushtrojnë ose e rregullojnë konceptin e ushtrisë. Ne kemi rrëshqitur në konceptin e mercenarizmit, duke ndërtuar ushtri gjoja profesionale, dhe ne kemi ndërtuar ushtri tona, koncepti jonë ushtarak është ushtri e cila paguhet me para, dhe askush nuk e jep jetën për para kur vije koha, prandaj domethënë u është lënë siguria këtij koncepti që i bëri të gjitha institucionet garë për vende pune. Për këtë arsye zëri intelektualëve nuk shihet, nuk është në skenë, por ata nuk do të thotë që nuk ekzistojnë. Ndërsa a mund të shërbejë ky libër si shkëndijë, unë dëshiroj që ky libër të lexohet, sepse është i pa kompromis me të korruptuarit, me tradhtarët, me kolonën e 5, me gazetarinë e shitur, me OEQ të flisura, që më shumë janë organizata dhe veprimtari të shërbimit huaja, e sidomos armiqësore, me fetarë të cilët e keqpërdorin institucionet fetare për të bërë përçarje me shqiptarëve, me një rrymë e cila tenton që ta ndajë muslimanin shqiptar nga dashuria dhe nga si themi nga patriotizmi, don ta përçajë binomin feja dhe që ka qenë binom tradicional i shqiptarëve shumë i rëndësishëm. Kemi kishën ortodokse serbe që është organizat e sigurimit të Serbisë, shtetit sigurisë dhe është zyre e inteligjencës së Serbisë brenda Kosovës. Kemi kishën katolike e cila fatkeqësisht gjithmonë udhëhiqet nga të huaj dhe kur nuk e pati një lider shqiptar për ta udhëhequr këtë kishë katolike. Përsëri në Kosovë drejtuesin kryesor të saj e kemi dikën nga Malta dhe këta domethënë nxisin përçarje, urrëtie dhe i përdorin institucionet fetare për ta zhbërë dhe për ta goditur bashkimin kombëtar të shqiptarëve, qoftë edhe bashkimin shpirtëror. Pra duhet të shërbejë ky libër, sepse ky libër tregon edhe për parlamentin që është cirk i mediokritetit,
që është vatër antikombëtare nga ku kanë buruar të gjitha teksia, qoftë për Shqipërinë, qoftë për Kosovën. Një burr shtetas i vërtet nuk mund të dalë kur nga zyrët e këtyre parlamenteve. Aty ka vend vetëm për pionët, ka vend për të degeneruarit, ka vend për hajnat, ka vend për secilin, por jo për personalitetet që kanë virtyt dhe që kanë boshtin, që kanë për bosht të tyre institucionin e sakrificës dhe shërbimit të shajt ndaj atdheut. Politika është shërbimi i shajt ndaj atdheut dhe vetëm duke rikthyer virtytin bashkë me vendimarrje ne mund të vendosim një pyk mes aleancës të cilën e cila po vazhdon në këtë troje dhe ajo aleancë është aleanca e pushtetit me ignorancën, me paditurinë dhe me punën e këqija. Pra unë dua që ky libër të shërbej si një fjalë që këtë aleancë që sulmon këtë aleancë për të hapur rrugë të diturve, dashamirëve të kombit dhe njerëzve që e duan vendin, që konsiderojnë detyrën e pakryer të bashkimit si detyrën kryesore të tyre, që janë të aftë t'i krijojnë gjysheve tona që e ruajtën kombin me lindshmëri të tyre të mëdha dhe i ruajtën këto territore duke i furnizuar me fëmijë kaq shumë, domethënë t'u japim atyre të paktën spitale moderne ku mund të vdesin dhe dua që të filloj një zgjim kombëtar që tenton t'i bashkojë shqiptarët në botën perëndimore, sepse asgjë nuk u mungon shqiptarëve për ka resurset ekonomike për ta ndërtuar jetën e tyre në atë. Nuk kemi pse i lëm shqiptarët të jenë në kuptimin e gjuhës kosovare popullore rrogtar të botës perëndimore, domethënë se asnjë dallim tashmë nuk është nga tregimi i Asat Mikulit për shqiptarët që punonin në Beograd në vitet 40 ose 30. I njëjti trajtim u ndodh shqiptarëve në botën perëndimore, janë domethënë thjesht shërbëtor të firmave ose të koncerneve që janë në duart e huaja, ndërkohë që pasuritë kombëtare i shpërdoron politika pa ndërgjegjshme dhe shkojnë deri aty sa tallen me gjithçka të shajt, e kanë të cënueshëm edhe territorin, i shesin pasuritë kombëtare, u japin të tjerëve burimet energjetike, u japin të tjerëve portët, u japin të tjerëve ishujt e vendit, u japin të tjerëve supremaci detare, diskutojnë për marrëveshje për zgjerrime territoriale të Greqisë në det, diskutojnë për zgjerim territorial të Serbisë në Kosovë. Pra është një tradhti e hapur e kësaj klase politike dhe ky libër është pikërisht antidoti dhe shkëndija dhe nuk është diçka tjetër por vetë një vazhdim i atyre fjalëve të cilat porositën rilindasit tanë të ndershëm dhe e vazhduan mësuesit tanë besnik, domethënë që nuk arritën ndoshta ta realizojnë konceptin maksimalist, por na mësuan ta duam atdheun dhe të mos jemi, domethënë, nga ata që përkulemi ani pse e keqja tashmë është në nivelet strukturor brenda shoqërisë tonë. Ne kemi prokurorë që vjedhin, kemi gjykatës që nuk shpërndajnë drejtësi, kemi ministra që hipin në pushtet për të pasuruar dhe kjo tashmë po reflektohet në të gjithë kulturën popullore dhe shkatrimi i vlerave morale të popullit tonë e dërgon kombin buzë rrënimit dhe në qoftë se nuk dalin zëra dhe libra sikur ky që e kanë nxjerrë unë shqiptarët më të vërtet mund të penalizohen keq, e sidomos në aspektin e territoreve të tyre ku ne kemi një Serbi që vazhdimisht armatoset, kemi një Greqi që ruan ligjin e luftës me Shqipërinë, kemi një Maqedoni që punon, angazhohet, strukturohet, forcohet për t'i vrarë përsëri shqiptarët dhe ne dojmë se hire shikojmë mentalitetin, shikojmë debatin mes ignorantëve, sharjet të tyre në parlament dhe i shohim veprimtarinë e tyre antikombëtare. Ka dëpërtuar agjentura huaj në të gjitha mediat tona, ka dëpërtuar në literaturën tonë. Kemi një shkollë tashmë që nuk është e frymës kombëtare, një shkollë që i ka prekur të gjithë heronjt,
i ka relativizuar bashkëpunëtorët e armikut, më shumë kemi shërtorë të huaj edhe në media tona sesa që kemi zë patriotik, dhe ky është libër i cili populli shqiptar duhet të shërbejë si shkëndi për ta rigjetur vetëm, për ta kuptuar misionin e tij historik dhe për ta vazhduar projektin e çlirimit të trojeve tjera dhe bashkimin e tyre në një shtet kombëtar, se vetëm në një shtet të bashkuar kombëtar mund ta ruajnë shqiptarët jetën e tyre dhe u garanton armëri brezave në shekullin që po vijnë. Mirë, Kora, unë të uroj shumë suksese dhe shpresoj që vërtet kemi një reflektim për edhe një zgjim kombëtar. Faleminderit shumë për gjitha informacionet. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë dhe ju. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë, do të kalojmë pas pak në pjesën e dytë për të ndalur sërish tek zgjedhja e presidentit të Kosovës.